Jam shumë i lumtur që produksioni më ka ngarkuar të jem në kategorinë juniors dhe kjo ishte një nga ëndrat e mia dhe më realizua. Tani jeni të sigurt që së bashku ne do të bëjmë gjëra shumë të bukura, do të zhvillohemi akoma dhe më shumë si talente. Unë e marr përsipër këtë gjë personalisht që t'ju jap maksimumin e asaj që unë dijeve të mia që unë kam. Por përpara se të fillojmë, sepse është një ditë shumë e vështirë kjo, edhe shumë delikate, do t'ju thoja që të keni kujdes, të jeni të përqendruar, të jeni, domethënë, kërkues deri në fund. Gjëja më e vogël që mund të ndodhi, mund t'ju përqendrojë dhe mund t'ju rrëzoj. Kështu që duhet të jepni maksimumin tuaj që të arrini, mos mendoni asgjë tjetër, vetëm të jepni maksimumin. Ky do t'ju çojë përpara, jo vetëm në këtë kompeticion, po gjatë gjithë jetës suaj. Po të mendoni këtë gjë, është një forcë e madhe që vjen nga brenda dhe që buron dhe çon artistin përpara. Kategoria juaj është shumë e vështirë, sepse mes jush ka shumë talente, mos them që janë të gjithë talent. Dhe për mua është një ditë e vështirë për të zgjedhur atë të duhurin. Kështu që ju kam bërë një surprizë edhe ju dhe vetes për të pasur një mendim akoma dhe më transparent dhe një ndihmës dhe kam thirrur këtu një kolege timen, një artiste shumë të talentuar, Gjensila Myrtezajn. Shumë për këtë përgjegjësi të bukur që më dhe. Është shumë bukur kur përsëritet historia në një formë tjetër. Unë dikur kam qenë tek Gjenu i vogël edhe për ata që se din nga Qoçako ka qenë pjesë e jurisë dhe ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mua dhe sot biri ti më zgjedh mua për të bërë këtë lloj ndihmëse. Shpresoj shumë që të bëjmë më të mirën sot. Do dalim, ë? Patjetër.